Bia u zgjua ngadalë atë mëngjes. Drita e zbejtë e diellit depërtonte prej perdeve dhe përhapej ngrohtë në dhomë. Ajo u shtriq pak, duke ndier muskujt ende të rënduar nga gjumi, pastaj u ul ngadalë në skaj të shtratit. Sa po kishte hedhur këmbët në dysheme, dëgjoi trokitjen e lehtë të hapave që afrohej, ishte Alba. Si gjithmonë, ajo ishte çuar më herët se të gjithë dhe kishte atë energjinë tipike të mëngjesit, që zdiej nga e nxirrte, mirëmëngjes, flegrie. I tha me një buzëqeshje të gjerë, duke mbajtur një gotë me ujë në dorë. U zgjove më në fund, Bia fërkoi sytë, ende e përgjumur, po. Sa po u çova? Tha me zë të butë. Ajo nisi të vishte rrobat, duke zgjedhur bluzën e preferuar dhe pantallonat e rehatshme. Ndërsa po mbyllte butonat, Alba u afrua pranë saj dhe e shikoi me sytë gjysmë të hapur, sikur donte të thoshte diçka, por nuk po e gjente dot mënyrën si ta shprehte. "Ç'ke që më sheh kështu?" pyeti Bia, duke buzëqeshur me gjumë. Alba mori frym thellë, pastaj i ul pranë në shtrat, më afër se zakonisht. Zëri i saj nuk ishte tallës këtë herë, por i butë dhe i sinqert, "Se di si ta them." Nisi ajo. "Po unë ngrictra me ty që dje. Që para djeshit. Që ko." Bia u ndal për një çast. Nuk e priste këtë. E njihte Albën si vajzën e shakahave, të batutave, të energjisë pafund, por jo si dikë që hapte zemrën kaq hapur në orët e para të mëngjesit. "Unë ngrictër." Përsëriti ajo, duke e parë me kurreshtje. Alba uli sytë, si të ishte kapur në befasi. "Po. Nuk e di si më erdhi, por të them të drejtën. Më pëlqen të rri me ty, më pëlqen si zgjohet dita kur të shoh. Edhe kur je gjithë nerva në mëngjes. Edhe kur më bën me dorë të iki se nuk ke hapur akoma sytë." Ajo qeshi lehtë. "Ti je mirë, je ndryshe." Në sfond dëgjoheshin banorët e tjerë duke bërë zhurmë në korridor, duke qeshur, duke thirrur njëri tjetrin. Por në atë moment, sikur zërat e tyre u zbehen. Dhoma dukej më e qetë, më e ngrohtë, më intime. Bia uli kokën paksa, e kapur në befasi.